Në ke malë të ndjesh komësin, eja dhe frymo ku unë frymoj. Në ke malë të ndjesh frikën e së ardhmës, eja këtu jeto ku unë frymoj. Në ke malë të ka përdishu rrejtjen, eja frymo ku ngulfate mon. Ka dale pak. Ruta. Mu duk sikur e dëgjoj veten në vargjet e avniut, sa shumë përjetime që nuk do t'i harroj. Troq me Avnita Hiren. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta dhe u. E gabove pak vendin më herët, ose ishe në vendin e duhur? Provoj, si është situata atje. Ishe pas në vendin e duhur, edhe mendoj se ky troq do jetë shumë personal. Shpresoj me që kemi hallet njëjta. Po, e tham pak shumë te intro, edhe biseda do shkojnë në të njëjtin energji, po për mu, ajo pyetja e parë që më vjen të ta bëj është, unë e di, po shikuesit nuk e din, pse u bë Avniu gazetar? Avniu u bë gazetar pas një periudhe gjatë pune në gjimnazin e Velesit, pas 7 vitesh, u desh shkëputem nga ajo pjesë, pas një kontributi apo plotësimit të asaj që u desh të kontriboj për vendin, edhe u desh pastaj të kujdesem edhe për vete. Kështu që kam kontribu edhe për Velesin edhe për shqiptarët atje, por kam kontribu tash kohës fundit në gazetari që ndoshta ishte e paplotësuar të kuna. Që çdo herë tentoja gjatë gjithë asaj periudhe kam tentuar, por nuk u realizua dhe më në fund kur u plaka u realizua. Ja, nuk je plak. Nuk je plak. Po, do me thonë, është një mision që ti e ke arrit tani. Mision dhe ëndër e plotësuar. Sa mirë. Po se gazetari thonë që mjeku është profesion fisnike, po, e vërtet. Por edhe gazetaria e ka të vetën, sidomos për ne që s'kemi pas shumë zë gjatë një pjesë shumë të madhe të jetës. S'kemi pas as pak zë s'na ka dëgju askush. Për fat keq, çfarë kam trokitur në për dyer, pse më pyet më herët se tani gazetar. Kam trokitur në për shumë dyer më herët që tentoj të depërtoj me zërin tim dikund, por kanë qenë mbyllura, nuk e di. Kështu që arrita vetë t'i hapi dyert, që tani të shpreha që kam dashur ta bëj gjithë jetën. E kështu shijon më mirë, apo jo? Shumë më mirë. Ti për vete e ke realizu, edhe shumë mirë, e kam realizu edhe une, por unë i puna një premtim një njeriut në manastir, a i vetë e qunte veten kronisti i vetmuar në qytetin e Konsujve. E dim për kam bëhet fjala, që në Anasani. Po a i tash ka ndru jetë, edhe mërzitën sa herë që e përmen. Se kur unë fillova të studio gazetarinë dhe shkoja në shtëpi, më thoshte të lutem bo në trashëgimtarja ime, të lutem rri në manastir, edhe unë do t'i tregoj të gjitha kontaktet, do t'i jap të gjitha kontaktet, do bashkëpunosh me të gjitha media që kam bashkëpunun, nuk është lehtë, po do të mësoj unë, a di? Edhe unë i premtova që kam e bo se isha e re dhe young and stupid, mendova se mund ta përballoj, po ajo puna që ka veç për njerëzit shumë të fortë, edhe shumë të guximshëm, edhe që se vënë ndoshta veten në vend parë. Unë nuk e plotësova ndoshta atë kërkesën 100% që në Ansanit, por ja ku jam sot, me një hapësirë ku muj me fol për këtë temë, edhe e përdori për ta plotësu sa do pak atë premtimin, a? Po, e përmendet edhe manastiri, kështu që është rëndësishme këtë pjesë. Mos harrohet, edhe mos përmendet vetëm për 22 nëntorin, po të përmendet për një kohë gjatë sa ke emisione këtu, edhe dihet se të utash nga manastiri, po.
Po dihet, besoj që ma shumë dihet që jam nga manastiri se sa që e kam emrin Teuta. Nëse më bëhet qefi që është kështu, ne të dy ndajmë shpesh historitë, jemi kolegë edhe prej ma herët, edhe shpesh i thojmë njëri tjetrit, edhe mu më ka ndodhur kjo, sepse Avniu vjen nga Velesi, qytet me shumicë Maqedonase, pakicë shumë e vogël shqiptare, edhe unë vjen nga manastiri që është e njëjta, ndoshta me histori shumë të pasur shqiptare, po tash momenti si është edhe tash i ka shumë pak shqiptar. Sidomos koha kur ne kemi qenë tri ka qenë ma e tensionuar pikuj viteve që nuk dojmë t'i kujtojmë kështu me radhë. A do ndajmë disa histori kështu, për qef. Nga t'ja fillojmë, nga t'ja histori. Te psikologu kur shkon te psikologu të thot, çfarë të mundon? Thuaje që ta çlirosh veten dhe ndoshta ndihesh më i fuqishëm pasi ta thuash. Nga t'ja filloj. Filloja nga shkolla, për shembull, të kujtoj raste nga shkolla. Ndoshta një jetë nuk ka dashur shumë psikolog të kalojmë, që për këtë gjitha të vujtje që kemi kaluar. Edhe unë për vete deri tani s'kam pas rast të shpreh, po ja që momentin e duhur. Edhe kështu është ambienti. Të ngushëlloj vetë njëri tjetrin këtu, kështu që. Me gjithë qejf, për mua do të fillojmë nga shkolla. Për shembull, ku e di, mendoj se aty unë për vete unë aty i gjej pak më ku fillon vetëdjesimi ta quaj, apo? Ashtu. Nga ajo që mbahet me. Shkollën fillore ja nisa faktikisht e kam kryer deri në klasën e 4 në vendin e lindjes. Pastaj të 5 sepse ishte periudha nuk ishte si tani. Ishte shkëputje për të deri në klasën e 4 ishte, pastaj u desh të udhtoj diku tjetër për të vazhduar deri në klasën e 3. Njësoj edhe unë kam bë, po. Unë nuk kam udhëtuar, por s'kishte mundësi për të udhëtuar, kam shkuar te gjyshja ime, 40 kilometra larg shtëpisë. Prindrit më kanë lëshuar atje, vetëm të jetë vjeçar që nuk e mendoj ndonjëherë se mund ta lëshoja djalin, edhe të jetoja larg ti për tam 5-6 muaj ndoshta rrija dhe kthehesha në shtëpi, por ka zgjatur 2 vite për fat mirë. Nuk ka zgjatur dhe periudhë më gjatë. Pastaj u ktheva përsëri në vend lindje, edhe vazhdova të udhtoj çdo ditë disa kilometra, ndonjëherë në këmbë, ndonjëherë me kushte tjera, shkonjim vinjim për shkollë. Si qëllonte, ha. Po. Rëndësishme është se i kishin mësuesit shumë të mirë në atë kohë, dhe ishin na kanë lënë goxha. Ashtu? Po. Mësim të mirë faktikisht. Ke mësuar në shkollë shqiptare? Po. Po. Po? Po kishim edhe lënë Maqedonin, nuk është se Okej, po shkolla ishte shqiptare. Po mësuesin e gjuhës shqipe, matematike, se këtu landet më të rëndësishme ishin shqiptarë. Më mirë pas ke kalu se unë. Ndoshta. Po ja tani kur e thua, më mirë pas ke kalu, se di, në manastir ka vetëm një paralele shqipe në një shkollë që është e përzime multietnike, dhe deri te klasa e 4, po kemi mësuesen shqipe dhe vazhdon mësim dhënia në shqip, po pastaj prej te 5-8 mësuesit ishin të kombinuar. Edhe godinat e paraleleve shqipe dhe maqedonase ishin në një oborë, kështu që pushimi ishte mangët në vete. A ishte? Pjesa Po ishte dorën në zemër. Tani kur e shoh si e rritur, kur e shoh me gjithë atë që e kam kuptuar se sa ka qenë wrong, se sa ka qenë e gabuar, po në atë kohë që nuk e kuptonja, që më dukeshte se më mungon diçka ose ne na mungon diçka të gjithë klasës, që nuk duhet të shkojmë ma larg se 2 metra prej godinës, kufiri, bashkë kufiri, se duhet ta përdorim për herë daljen e pasme të shkollës, se përpara dalin ata tjerët. U presin atje. Edhe pastaj. Po, ja, me ashtu momente. Faktikisht vëllezërit e mi më herët, se thash unë kam bërë shkëputjen, kam udhëtuar 40 kilometra pikërisht për këto arsye, që mos mësoj maqedonisht e ku diun çfarë. Edhe pse maqedonisht ne kemi. Ja, pas ka vlet. Maqedonisht nuk kam problem. Realisht e kam mësuar. Për lëndën, për gjuhën. Për gjuhën. Patjetër. Jo, po kemi jetuar në një vend që kanë fol shumica maqedonisht, kështu që po, nuk ka problem ajo. Por vëllezërit e mi kanë udhëtuar në këmbë dhe kanë mësuar edhe maqedonisht. 7 kilometra i kanë bërë çdo ditë. Edhe kanë shkuar, kanë ardhur 7 kilometra, domethënë 14 kilometra për të kryer një shkollë fillore. Që tash është absurditet vetë. E pa pranueshme, po. Hallet aty janë. Aty janë, po në një vend me të njëjtin mentalitet, po, aty duhet të jenë. Shiko, ti ndave një gjë me mua, tash shpejt, që
ndoshta e kemi harru ta thomi për më herët, njëri tjetrit, që kur është edhe histori e shumë shqiptarëve në fakt kjo, në kohën kur ne kena lind, nuk e thomi vitin, mos ta tregoj moshën, e kam parasysh shikuesin. Po, kur kanë shku prindërit tanë të na lajmërojnë për emrin edhe se kemi lindur me për certifikat, ju ka ofruar një listë me emra të pranueshëm ose emra të lejueshëm në atë kohë, apo unë jam Teuta dhe për mua ka qenë emër i ndaluar. Emër shumë i ndaluar. Po, kështu që babi im ka ardhur. Ka shkuar në stacion pastaj, pas të ka ardhur, po, mos thom si e më keq, po, por aty jam dhe jam Teuta prej fillimit. Ama sfida ka qenë shumë e madhe. Por shife, gjërat kanë ndryshuar, kur t'i shohim tash se si ka qenë, na duken shumë absurde dhe shumë të papranueshme. Prap një e mirë për fëmijët tanë, për gjeneratat e ardhshme. Dëgjoj Teutë, me që i përmende emrat, faktikisht nuk është se kemi ardhur prej dekund, ne prej aty kemi qenë, aty kemi lindur, aty kemi jetuar si tërgjishtit e kështu me radhë. Gjyshi im nga nana i ka pasur 2 shtëpi imun e qendër Velesit, nuk është se unë kam ardhur nga mali edhe çfarë bë me këtë, kush është ky, nga piku ky, nga cila mollë erdhi. Është detyruar t'i shesë shtëpitë dhe pastaj ka vajtur në fshat më të largë se sa qyteti, e kështu me radhë. Dhe prindi apo babai kur më ka regjistruar, ka shkuar aty, ka nxjerrë një listë me emra ndaluar, edhe ka thënë zgjidhe merr cilin duash, por jo nga këto emra. Kjo e kundërt atë në Velesa, të ndaluar, emrat e ndaluar në listë. Bile, ka pasur emra flamur shqiptar, ashtu. Teuti i lirë. Megjithatë ka zgjedhur një patriot shqiptar babai, Avniu. E pas kanë haru Avniun, shumë mirë që se pas kanë shtitë lista e. Po. Pas kanë haru. Që sot mbaj në Avni Rusevit. Shumë mirë. Ne tash edhe ti, unë më pak kohës së fundit, je shumë aktiv në gazetari, edhe e ke qef shumë punën. Faleminderit, e vlerësoj. Shumë e shoh se e don punën, edhe kjo puna jonë është vetëm e suksesshme vetëm kur e don dhe e bën me qejf si ti. Ti merresh më shumë me tema sociale, domethënë je më shumë afër qytetarit. Definitivisht. Si është evolvimi, na ka ndryshuar koha? Apo na prekin plagët e vjetra edhe sot, në çfarë forme, në çfarë mase, apo ballafaqohesh hala me urrejtje? Mendoj se tash kohës fundit është zhvilluar. Për një periudhë caktuar kohore, ajo që ka qenë, që e kom ndjenë ndonjëherë më herët, ka filluar prapë të ripërsëritet. Në periudhën kur isha në gjimnazin e Velesit, profesor, aty pas si përfunduam mësimin, u desh shkoj në banesë me një koleg që i kisha aty, edhe duke shkuar në zënësit e mi, bërtishin vdekje për shqiptarët, Mangazi, e ku diun në çfarë, bësha se s'dëgjoj, por nga brenda Vloja si do që tjetë. Edhe për fat keq, ka filluar grafite e kështu me radhë, bile kam reaguar, ishte një grafit i fundit për Veles, vdekje për shqiptarët që shkruante dhe reagova, e bëra kronik. E kanë hequr? Po, e hoqen për fat mirë me reagimin tim edhe suksesi është ky. Shumë mirë. Duhet të them se atë që kam ndjerë unë, spaku atë grafitin, ato të smurët mos e lexonin atje duke shkuar për spital. Dhe ishte edhe reagimi i shqiptarëve atje që ma dërguar në Avni, kështu shkruan në vendin ku smurët shkojnë të shërohen, edhe faktikisht me intervenimin tim, po dhe të atyre që janë në komunë, u hoqë. Shumë mirë. Edhe nuk shkruan më, vdekje për shqiptarë. Kjo është ajo që duam, kaq, shumë pak, shumë pak. Zëri jonë që dëpërtoj. Shumë pak me një rezultat shumë të madh për ne. Në fakt të gjithë të, si ti thojmë, vrerë ose plagë të fëmijërisë dhe pastaj edhe të adoleshencës e kështu, ndoshta derisa jemi pjek mirë edhe kemi hik pak më larg se vatra, ti e ke nxjerr, e ke bë art. Që në një mënyrë konkrete. E shkruam poezi që i dëgjuam disa vargje në fillim, po ti ke në fakt tani 4 libra. Edhe ke marrë edhe një çmim nga Furra.
Nga funa është ngrohtë ala. Të katërt janë me poezi Thuaj se poezi sociale. sociale. Po. Mhm. Të parin e kam titulluar Në ishullin e hienave, kur Shumë atë fort. ishullin e erat të hienave. Shumë Atë fort. që kemi kaluar, ndoshta edhe titulli ka dalë nga atje, nuk e di. Për Ashtu jetimet e ke kohës. mendu për vendin? Thuaj se vendlindja. ajo ose është një në ishull i rrethe? ka qenë, po. Për kohën tonë është Për kohën tonë, po, realisht, është kush ka jetuar atje e din. Po. Who knows Ato që knows. di, Who knows, edhe ti e di besoj. Po e di, patjetër, po. Ka qenë Prandaj e ishull kuptoj shumë vetë mirë. juaj, sigurisht po. Ende më i rrezikshëm se hienat. Ka pas edhe luanj. Ne po. Okej. Se di, e mira është që po, janë zbut gjërat ose ne i shohim pak me sy ma të ftohtë, ma ashtu po. E di çfarë tani këto të rit janë, flas për edhe fëmijët e mi zakonisht flasin anglisht, njëri me tjetrin, shoqërohen edhe me maqedonas, po edhe me shqiptarë edhe me turqe, ku di me çfarë aty në banesë. Edhe ajo që më bën shtypje, po, që flasin anglisht njëri me tjetrin edhe tani duhet bëjmë luftë për ta mbrojtur gjuhën shqipe se sa, po. Se sa për Tani u bo Amerika kërcënimi, ja? Jo bese, kështu besoj është se di ma praktike, do mësojnë si jo, Shqip pa tjetër të mësojnë. Shqip pa tjetër që të flasin, se gjuha jo sa e mirë. Sa e shlirë. Sa e lirë. Pritë të shojmë, qa pata tjetër të pyes. A të kalëm pasoja, tani, rritja në një ambient jo shumë healthy, jo shumë të shëndetshëm, si qytetet ku jemi pakicë shumë e vogël në kohën tonë, a të kalën tani pasoja personale, nështë emocionale, po edhe profesionale? Pasoja pa tjetër si në kalon, sepse përderisa e shkollune e qytet tjetër, edhe je kthy atje ku ke lindur, ti nuk njeh askënd, ke rënë nga qielli, nuk njeh asnjë koleg që të bisedosh, pish një kafe. Belesin deri vonë nuk e kam quajtur si qytet timi për fat keq, edhe pse e thash më herët që stërgjyshirit e mi kam pasur shtëpi mune qendër qytetit. Edhe kur jam kthy nga studimet, sepse shkolla mesme e kryeta në Shkup, fakultetin e kryeta në Tetov, dhe pastaj kjo shkëputje 8-9 vjeçare, kthehesh me një vend ku duhet të kontribosh për vendin, ti nuk njeh askënd, përveç atyre pak familjarëve që janë, ose një pak i vogël. Edhe jeta sociale na mungon një shumë gjëra. Për fat keq nuk e ndjejsha si vendin tim. Edhe kjo, pastaj profesionalisht, normalisht që përderisa nuk njeh një rreth caktuar shoqëror, Je më i kufizuar, tash dyert ishin mbyllura gjithandej. U desht vet ti hapish edhe atë çelsin t'ja ulosh edhe aty në prapa që janë. Do thuash dera çelësh tani. Merreni, e ju jash. S'më duhet çelsi. Po, besiguri nuk është rasti edhe çështja që ti merresh me tema sociale, ha? E kam shëndruar kronika që e bëj, thuaj se janë gjashme me poezi që shkruaj, sepse i përshkruaj ngjarjet, nuk është se bëj tha filani kështu edhe kryet, po e përshkruaj ngjarjen, e shprehje emocionin realisht, ai emocion që është, dhe del në sipërfaqe, me ndihmën e bashkëbiseduesit e kështu më radhë. Ama e çon në atë. Po, e çoj në frymën e poezisë, më shumti, po. Ka sukses? Po besoj nuk e di. Të njohë njerëzit se dallon stilin e trajtimit të temave. Do ishte shumë më herët që ta jepnin mundësi shumë më herët njerëzit, po. Kur s'është vonë, e para dhe e dyta besoj që nuk do ishim këta që jemi nëse nuk i kishim kalu gjithë këto që i kim kalu. Unë faktikisht radio kom punu në kohën edhe studimeve, edhe nga që nuk mu hapën dyert në televizion, u desh që ta shpreh veten të huni edhe gjeta në një radio. Në atë kohë ishte radio në kohën e studimeve, flas për 2004-2008 ndoshta. Ishte e zhvilluar, dëgjoheshte radio, edhe pse tash e ka dëgjohet pak më pak se atëherë. Vetë në vetur. Du të them se po, vetur. Du të them se gjeta mënyrën për ta hapur derën edhe atëherë, kështu që jemi okay. A kishe jetu në Veles sot? A kisha jetu? Po. Unë shkoj çdo fundjavë. Po ja të sot erdhe. Po sot erdha nga pushifi.
Unë nëse nuk shkoj Veles, ndihem sikur nuk e di kam punuar rresht 2-3 javë këtu në Shkup nga ngulfate. Kush të pret atje? Pred nana, baba, Oh. vëllezërit, edhe ca tjerë që kanë shku jashtë shtetit për fat keq. Do me thonë kishe shku me gjithë qefa, sot Shkoj. je pushki fort. Pushki S'ka fort, më problem. jashtë se kur. A unë për vete nuk e di, a kisha shku, të thash më herët, kur përmena qinanin se di, nuk... Përse nuk mund shkosh? Ti nga atje je, atje ndjen vetëlindjen, atje ke shtëpi. Nuk e di, se di. Qoftë edhe kulmi i rënuar të u, duhet të shkosh me vetëlindje, patjetër. Po jo shkoj une, po për të jetu nuk e di. Ta toshat kulm, Ashtu? se që manastiri është shumë i rëndësishëm. Nëse Po, ti e kemi dorëzohesh, ato amanet, tjere çfarë do nuk- bëjmë pas? Po. Ato për cilët shkojnë 22 nëntori, i dëgjoj duke recituar vjersha, ato fëmijë, kështu me radhë. Do të jemi shembull që të qëndrojmë aty ku jemi edhe mos lëvizim nga vend. Qoftë Veles, qoftë Prilep, qoftë Kryshev, qoftë manastir. Shiko, kur kthehemi tani në manastir ka një ambient krejt tjetër, dorë në zemër, se ndoshta nuk u ka prit prej një shqiptare Që të depërtoj. të ketë jetë të suksesshme, mesatarisht aty, relativisht të sukses, ose një gjë, të bëj një gjë të rëndësishme. Ato e kanë në jetë. djerë çdo herë që të premtojnë. Ashtu? Prandaj edhe janë të embër Po, thua. e kanë Nëse, djerë. po tani sikur e shoh që më shohin ndryshe, ose unë i shoh ndryshe tani, Ti ishe ndryshe. më shohin edhe ata mua ndryshe. Ndoshta edhe janë penduar nga gabimet që kanë bërë, nuk i di. Këtë e kam shpresën, Po. sepse unë gjithë jam dasha mirë se Po, dua të po. jetë mirë. Po, kur kthehemi tani është ndryshe, edhe në fakt shqiptarët në manastir po jetojnë më mirë se më herët, shumë më mirë. Edhe tash flasim edhe Velesi edhe gjithandej flasim se jetojnë ma lehtë se sa ma kemi lehtë. jetuar ne, Po, po Po, ose kjo është periudhë shumë më hershme që nuk është dje ka ndodhur. po, kanë kalu disa vite. vite. Jemi Kanë ndryshuar zhvilluar gjërat, për të nuk janë si mirë. janë, po, nuk janë si shqyrë kanë zote. qenë realisht. Jo. I keti fëmit djemt, Po. tani në prag të pavarësisë edhe pak, a? Po. Ose s'don të e thuash ashtu. Në prag të pavarësisë. Në prag të asaj se do shkojnë në shkollë, do kenë shoqërinë e vet, do ballafaqohen me rrugën. Po. Ka tash ngjarje ose a ke pas ti përjetime me djalin e madh të paktën që të vijë nga shkolla ose nga lojat ose nga diku ku ka shku, do të thotë që dikush e ka ngacmuar me gjuhë të urrëties për shkak të përkatësisë etnike, për shkak të atë se kush është ai. Jo, tani Jo? Jo, sigurisht sepse Vërtet, ato shumë mësojnë mirë. tani në shkollë shqipe, nuk është se Po ti e pa nuk ballafaqohet fare me Maqedonas ose me entitetet e tjera? Them se shoqërohet, po Aha. flasin anglisht, nuk është se flasin gjuhë që nuk Nuk e kuptojnë. prioritet, do me thonë nuk e vënë në Po. prioritet Jo, përkatësinë as pak. Ajo që më Më pëlqen. shqetëson për fëmijët tani është që ma kanë përzi shkronjën ç më q, që kisha pik dobët jetë. Po pse edhe- Kosova pas ka dominu? Nuk e di, ndoshta mësuesit ngatrojnë, po sidoqoftë Okej, po. ndoshta. Ndoshta, ajo ka ndikuar. Kjo është Sepse shqetësimi. Ajo është shqetësimi kryesor. Gjuhë të urrëties për momentin Gjuhë të nuk urrëties, jo, nuk- ndjen te nuk- fëmijët, te të rinjt. Se shife, për momentin edhe si gazetar me siguri ke lexuar lajmet, është shumë temë në vendin tonë. Janë shtuar rastet, janë paraqitur të njëjtat, janë bërë dhe publike, sikur po ka edhe një, se the pak më herët. Këtë kohë në fundit pendjem një Rahati. Jo, e kisha fjalën për po. një prishje të Një rahatis, prishje të rahatis, një prishje të po, rahatis dhe definitivisht. po një tundje të Po. re që nuk e di nga vjen. Dëgjoj, fëmijët e mi mësojnë në shkollë shqiptare dhe kështu që edhe pse kanë paralele të përzijera, por nuk është se kontakti është aq I vogël që nuk po ballafaqohen, po që nuk ti si gazetar për këtë rastet që ishe të gjuhës urrëties tani, a di si i pasi po thomi që aq shumë koha është zhvilluar që fëmijët po flasin anglisht dhe nuk pyeten më a je ti shqiptar ose Po prap kam dëgjuar ca raste sidomos në internet. Sidomos në internet. Edhe në po- lojat sportive, edhe në Ka, ngjarje, ka. evente të ndryshme. Ka, përderisa dëgjon në një të moshuar që i thotë se nëse nuk fëmijët për shembull kam dëgjuar raste në Veles sidomos. Mm? Se nëse nuk
më dëgjon, ja hoxha thirr, ku di unë çfarë, do e thirrë hoxhën. Më kupton edhe fetare, po edhe fetare, po. urrejtje tjera. Ndëretnike. Përderisa i përcjellim gjenerat pas gjenerata, do ekzistojë urrejtja, sigurisht. Përderisa shkruajmë moralin në vdekje për shqiptare, do ekzistojë. Ato dikushin nxit që të bëhen. Nuk është se lindin të njerëzit, tek fëmijët cilët janë tabula rasa. Po, dhe janë të pashkruar, po, një libër i bardhë që ti shkruan, vizaton edhe orienton se çfarë do thotë. Nëse ti nuk ja thua ose atij fëmiu se shqiptarët nuk janë të mira, nuk do di asnjëherë se shqiptarët nuk janë të mirë. Po, po. Qoftë edhe kundërta. Edukimi vjen nga prindët, nga mësuesët, po edhe nga media. Nga shoqëria, nga edhe media. Edhe ne kontribuojmë shumë në këtu duhet të dalë. Se ne në Maqedoni kemi disa media, po vazhdojnë me gjuhën e urrejtjes, me këtë tensionin ndëretnik, me atë stilin që është i dëmshëm definitivisht. E sheh kështu edhe ti? Po ata janë ca portale, nuk besoj se ndonjë media ashtu bën një titull bombastik që ta tërheqë shikuesin edhe thotë ja ka ndodhur filan rasti. A thua luajnë me ndjenjat e njerëzve? Besoj se është tërheqja e shikueshmërisë dhe përfitimeve, më shumë se sa shpërndarja e gjuhës së urrejtjes. Por edhe ajo, pse jo? Edhe ajo ndikon. Përderisa shkruash një lajm bombastik kundër shqiptarëve, çdo kush do hyjë të lexojë edhe ti se ndihesh krenar për atë që ke bërë. Pse pas edhe kaq kohë të gjatë, ndoshta është mentalitet ballkanik, se nuk është që vetëm në Maqedoni po ballafaqohemi me tensione ndëretnike dhe me gjuhë të urrejtjes. Pas kaq kohë, pas kaq shumë shembujsh, pas kaq shumë tragjedish, pas kaq shumë hapje me rrjetet sociale, me informacionin, e shohim botën e kemi në dorë se si po jetojnë Zvicra edhe shembujt më të mirë, të themi. Pse ende nuk e kuptojmë, nuk e pranojmë që ndryshimi është dallimi, është pasuri. Që tjetri mund me qenë si ti, mund mos me qenë si ti dhe ti nuk duhet të jesh i zemruar me këtë. Çfarë është sipas teje, si Avni, si gazetar, si poet, mendimi, ku kemi gabuar, ne ku kemi defektin, ose çfarë s'po na lën me dal nga ajo kallëpi? Defekti është ajo se çdo kush mendoj sipas meje. Okej, ani mendimin tonë të dua. Mendoj se përderisa ndryshimin në një shoqëri, gjërat më ndryshe e bëjnë një shoqëri më të bukur. Përderisa ka shqiptar, ka turq, ka vleh, ka maqedonas, ka gjithçka. Përderisa nuk i respektojmë njëri tjetrin edhe po di unë, mendoj se nuk do mund të përparojmë si shtet me gjitha. Po ja ku jemi duke stagnuar. Kemi ngesë në një vend edhe kthehemi prapë. Po. Shkon rrota prapë. Për fat të keq. Do me thonë? Respektimi i të drejtave të secilit. Shpreh mendimin e vet, flas gjuhën e vet, askuj nuk i pengon. Po s'po dim me respektu. S'po dim. Unë shumë kënaqe për vete kur dëgjoj ndonjë maqedonas. Nuk e marr shembull vetëm, po flas në përgjithësi që mos do ofendohet askush. Kisha fjalë që kisha një kronik më herët para disa ditëve, takova një person maqedonas që fliste gjuhën shqipe. Sa bukur. Edhe ai sa u kënaqa, të them drejtën. Sigurisht. Edhe më dha një farë ndjenje se okay, mund të bëhet ky shtet. Me një lule qel pranvera ndonjëherë. Qel ndonjëherë. Mund të jetë edhe tulipan i bukur që duket nga larg. Po, bravo, po. A mendon se arti mund ta ndryshojë mentalitetin ton, arti yt, gazetaria, puna e zërit, pra gjithçka që po bëhet jashtë politikës. Kemi kontribut, duhet bërë kontribut nga gjithë ne, sidomos nga gazetarët, të cilët shkojnë edhe nëpër teren edhe prezantojnë ku diun çfarë, kështu që çdo njeri e ka kontributin e vet dhe duhet ta realizojë atë që duhet ta dërgojë tek publiku. Sidomos për gjuhën e urrejtjes, sidomos për ku diun gjëra që ndodhin çdo ditë. Nuk e di si ta përshkruaj, megjithatë duhet të them se definitivisht arti, gazetaria janë një pjesë shumë
Po, edhe nëpërmjet artit edhe nëpërmjet gazetarisë. Përderisa i përzin dy nxënës, njëri flet shqip, njëri flet maqedonisht, njëri flet turqisht. Prezantoj një skenar të vogël. Duket bukur. Kujtohet mahalla jon në Po, kohët sa e familjare. mirë ishte. Po, favorite. Po. E mban mend Po, e ti, shih një po e me mban qefin mend më të tjetri, madh. e mban mend unë, gjitha mban mend. Se ka pas shumë gjyra aty brenda dhe çdo njeri ka prezantuar vetvete. Këto gjëra mungojnë tani. Mendoj. Po, të zëm të punojmë. Ti po punon mjaftueshëm. Faleminderit Avni, ishte kënaqësi edhe besoj që do t'jemi pjesa e mirë e gjithë, ndoshta të keqës që po na kaplon sa i përket tensioneve të natyrës që i folëm. Po qofshim shembull i mirë. Jetofshim. Jetofshim. Tuta ishte kënaqësi që ndaj momente në Troç, edhe besoj që kur pash që fillove me emisioni pas një shkëputje, u bë shumë qefi, që duhet kontriboj për njëri tjetrin edhe për vendin nga vim. Apo? Shumë faleminderit, unë e vlerësoj pafund edhe po, e bashkëndjejmë punën e njëri tjetrit, besoj që duhet me përkrah, që më pas sa më shumë jehon, e vlerësoj pafund që erdhe edhe sot. Ne dolem në sipërfaqe. Shpresojmë edhe tjerë dalin pas nesh, apo? Do t'ja zgjasim dorën gjithve, ashtu siç the. Faleminderit. Faleminderit. Ky ishte Troç. Fjala siç është.